Në vijim të informacionit paraprak të dhënditën e djeshme, ku automjeti me drejtuese shtetasen SS 24 vjeç ka përplasur këmbësorin shtetasin RC 81 vjeç, i cili si pasojë ka humbur jetën. Njoftojmë se specialistët e qarkullimit rrugor arrestuan në flagrancë 24 vjeçaren për veprën penale shkelje rregullave të qarkullimit rrugor me pasojë vdekjen. Gjithashtu specialistët e sektorit të qarkullimit rrugor referuan materiale në prokurori, ku nisi procedimi në gjendje të lirë për shtetasin. MK 33 vjeç banues në Shkodër pasi u kap duke drejtuar automjetin në gjendje të dehur. Specialistët për hetimin e krimeve të Komisariatit të Policisë Shkodër referuan materiale në prokurori për njoftim fakti, pasi dje shtetësja EB 50 vjeçe banuese në Shkodër ka bërë kallëzim se shtetësi EG 28 vjeç e ofendon në mënyrë të përsëritur. Specialistët për hetimin e krimeve të Komisariatit të Policisë Malësi e Madhe referuan materiale në prokurori, ku nisi procedimi në gjendje të lirë për shtetasin NK 57 vjeç banues në Shkodër për veprën penale shpërdorimi tokës, pasi është konstatuar duke hedhur mbeti inerte pa marrë leje tek organet kompetente. Specialistët për hetimin e krimeve të Komisariatit të Policisë Vaudeos referuan materiale në prokurori për njoftim fakti, pasi dje në Spitalin Rajonal Shkodër është paraqitur shtetasi AS 22 vjeç, i cili është goditur nga rryma elektrike gjatë vendosjes së një banderole në një ndërtesë. 22 vjeçari ndodhet në spital jashtë rrezikut për jetën. Materialet proceduriale ju referuan prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Shkodër për veprime të mëtejshme.